Një farë mënyrë e patën 3 djemt, por të 3 djemt para se unë të lindi ja vdiqem. Unë jam djali 4 që lindi edhe i pari që jetoj. Dhe imagjino, gjithë një mama ime Flora më kujtonte me lot në sy, se si shkonte në maternitet plot dhe kthej duar bosh në shtëpi. Sot e kuptoj domethënë dramën e një zonje të re, nuse të re, që është në kërkim një fëmije, por për një arsye por një tjetër nuk e ka. Apo kur një fëmijë vdes. Apo më mirë se kush do mund të kuptoj tragedinë e abortit, pa me qante, Lola qante domethënë. Ishte dhimbje për të, tregonte vuajtjen e saj, por fakti që Zoti dha një fëmijë tjetër dhe pas me Zoti dha një motër, kam një motër pas me atë. Por mamaja nga mirakull, se shtazineja e saj e 4 në cilën unë isha, mund të dështonte si 3 të parat, vendosin që lindja të ishte lindje cesariane, pra unë kam lind në operacion. Ti je pro se lindja aty? Unë jam pro lindjeve natyrore, po nuk kisha asnjë zgjedhje për të thënë po ose jo.